protesta e nesme do tjetë kryengritja më e fuqishme paqësore dhe do tjetë mesazhi më i fuqishëm që shqiptarët i dërgojnë regjimit e Edi Ramës. Kurse mendoj se qëndrimi i komunitetit ndërkombëtar ka qenë jashtëzakonisht i drejtë dhe duhet kemi parasysh se komuniteti ndërkombëtar ka spektrin e tij, por deklaratat e bëra në kuadrin e komunitetit ndërkombëtar kanë qenë një mbështetje e hapur për shtetin ligjor, për dënimin kundër korrupsionit, denoncim i vendimeve që Edi Rama mori për të bllokuar prokurorinë speciale dhe heqjen e imunitetit Belinda Ballukut. Sikundër, Komisioni Evropian veçoi Shqipërinë, me qëllimin e tij veçoi Shqipërinë nga Mali i Zi dhe Malnezi votoi për kalimin e kapitullit me vlerësime shumë pozitive, kurse Shqipëria mbeti në klasë. Pra, mund të them se komuniteti ndërkombëtar ka mbajtur qëndrimet në mbështetje të ose kundër grushtit shtetit që po bën Edi Rama me bllokimin e drejtësisë, në mbështetje të funksionimit të shtetit ligjor, në mbështetje të kushtetutës, por dhe në mbështetje të kërkesave të opozitës shqiptare që janë në këtë linjë.